Njihuni me 5 arsyet pse duhet të bëni dush të ftohtë. Me hir ose pa hir, dushi i ftohtë mund të jetë një bekim për trupin e njeriut. Ekspertët e shëndetit thonë se dushi me ujë të ftohtë ofron përfitime shumë të rëndësishme për trupin e njeriut sepse prej të cilave do të gjeni edhe shumë vlera për organizmin. Nëse laheni me ujë të ftohtë do të keni më shumë energji. Momenti i përplasjes së ujit në trup është shokues, megjithatë momenti i shokut zgjat pak. Njeriu do të jetë në gjendje të marrë frymë thellë, rrahjet e zemrës janë të larta dhe gjithë trupi furnizohet menjëherë me gjak. Qarkullimi do të jetë më i miri i gjakut në trup. Do të rrimë këmbën muskujt. Sportistët bëjnë gjithmonë dush me ujë të ftohtë pas tërvitjes ose pas ndeshjes. Ekspertët besojnë se dushi me ujë të ftohtë pas një aktiviteti fizik i bën mirë muskujve dhe zbut dhimbjet e stërvitjes. Shëndeti i flokëve dhe i lëkurës gjithashtu do të përmirësohet, dhe më e rëndësishmja ju ndihmon që të evitoni gjithashtu edhe yndyrnat e tepërta në trup.